E rënd, adoleshenti përplas të moshuari në Divjak. Policia e Fierit ka nisur hetimet për një 17 vjeçar në Divjak, i cili duke drejtuar automjetin ka përplasur një 65 vjeçar në fshatin Babunja. Aktualisht 65 vjeçari ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Po kështu një banor nga Qeretiri, i cili duke drejtuar motomjetin pa le drejtime është përplasur me një automjet të parkuar dhe përpasoj është dëmtuar dhe ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas të mitur 17 vjeç banues në fshatin Babunj Divjak. Automjeti që ky shtetas drejtonte ka përplasur në fshatin Babunj shtetasin IR 65 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin HZ, banues në fshatin Qeretiri, pasi duke drejtuar motomjetin pa le drejtimi është përplasur me një automjet të parkuar dhe përpasoj është dëmtuar dhe ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin AP 59 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.